Autoriteti Kombëtar I Ushqimit ka reaguar sërish lidhur me rastin e rënd të helmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë në SAUK, duke bërë me dije se hetimet janë ende në zhvillim dhe po ndiqen në mënyrë të detajuar nga institucionet përgjegjëse. Sipas AKU-s, menjëherë pas sinjalizimit për rastin e dyshuar të helmimit, janë marrë masa të menjëhershme në bashkëpunim me institucionin ligjzbatues dhe ato të shëndetësisë për të identifikuar burimin e infeksionit dhe për të parandaluar rastet e tjera të ngjashme. Hetimet janë fokusuar fillimisht tek ushqimet e konsumuara nga studentët, të cilët furnizoheshin nga kompania Sorial me administratora Alma Tafanin e shpallur në kërkem. AKU bën me dije se janë marrë mostra të produkteve ushqimore dhe lëndëve të para, të cilat janë dërguar për analizim në laboratorët e IUSV-s, ndërsa autoritetet janë në pritje të rezultateve përfundimtare. Përveç ushqimeve, institucionet kanë zgjeruar hetimin dhe të rrjetit të ujit. Është kryer kampionimi I ujit që përdorej në ambientet e Akademisë së Sigurisë dhe mostrat që t'i nënshtrohen analizave mikrobiologjike me qëllim verifikimin nëse burimi I ndotjes mund të ketë ardhur edhe nga sistemi I furnizimit me ujë. Ndërkohë, institucioni I shëndetit publik ka marrë gjithashtu mostra për kontrollin e higjienës në ambiente ku përgatitej ushqimi. Verifikimet përfshin kushtet sanitare, mënyrën e ruajtjes së produkteve dhe standardet e higjienës përgjatë procesit të gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit. AKU thekson se aktualisht po vijon komunikimin e ngushtë me ISHP dhe NJVKSH, ndërsa raporti I plot I hetimit epidemiologjik, cili konsiderohet kyç për identifikimin e plot dhe të saktë të burimit të infeksionit dhe ndërprerjen e çdo rreziku për transmetim të mëtejshëm. Institucioni përgjegjës për sigurinë ushqimore apelon për respektimin rigoroz të praktikave higjieno-sanitare në çdo subjekt që operon me produktet ushqimore, duke cilësuar sigurinë ushqimore si një element thelbësor për mbrojtjen e shëndetit publik. Ndërkohë, trupat inspektuese të AKU-s dhe strukturat përkatëse mbeten në terren dhe në gatishmëri të plotë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes që tronditi Akademinë e Sigurisë dhe ngriti shqetësime serioze mbi standardet e kontrollit ushqimor.